Përshëndetje dhe mirë se erdhe në këtë meditim. Unë jam Rina Maja dhe jam shumë e lumtur që je këtu sot. Në këtë meditim, ne do të punojmë së bashku për të hequr bllokimet që ti i ke në ndërtinë tënde rreth parave dhe do të hapim rrugën për të manifestuar pasuri dhe bollëk në jetën tënde. Kur të je gati, gjeje një vend të qetë dhe vetëm mbylli sytë. Merr frymë thellë. Dhe liroje frymën. Ndjeje trupin tënd duke u qetësuar plotësisht. Dhe tani, para teje, imagjino 10 shkallë që të çojnë poshtë drejt ndërdijes tënde, aty ku qëndrojnë bllokimet e parave. Une do të numroj nga 10 deri në numrin 1 dhe me çdo hap që zbret do të ndihesh më i qetë, më i lirë dhe më i hapur ndaj bollekut. 10. Ti po relaksohesh. 9. Ndjeje tensionin duke u shkri nga trupi yt. 8. Fryma bëhet e thellë, e lehtë. 7. Largohesh nga shqetësimet. 6. Gjithçka rreth teje bëhet e bukur. 5. Tani je në mes të shkallëve dhe po ndihesh i sigurt. 4. Ndjeje ngrohtësinë brenda vetes. 3. Mendimet pushojnë. 2. Je pranë portës së ndërdijes. 1. Dhe tani je aty. Hape derën përpara teje dhe shife si drita të mbulon. Hyr brenda. Para teje shfaqet një dhomë e mrekullueshme me mure të arta, kristale që ndriçojnë, ajër i pastërt dhe energji dashurie. Në qendër të kësaj dhome është një pasqyre e ndritshme. Afrohu tek pasqyrja dhe shikoje veten në pasqyre. Me zë të qetë, pyet e veten: çfarë besoj unë vërtet për paranë? A besoj se paraja është e vështirë për të fituar? A mendoj se njerëzit me shumë para janë egoist? A mendoj se nuk meritoj bollëk? Lëri përgjigjet të vinë vetë, pa i gjykuar, vetëm vërej.
Tani një dritë e bardhë zbret nga lart dhe të gjitha mendimet negative që ti i ke rreth parave shkrihen, transformohen në pluhur që zhduket për gjithmonë. Tani thuaj vetes, unë zgjedhi të besoj që paraja është energji e pastërt dhe dashuri. Unë i meritoj parat që i dua. Është e sigurt për mua të kem shumë para. Paraja vjen tek unë me lehtësim. Tani ka ardhur koha të lëjmë këtë dhumë mbrapa dhe të ngjitemi në shkallë. Ti tash po ngjitesh në shkallën e parë, në shkallën e dytë, në shkallën e tretë, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para teje gjendet një derë tjetër dhe ti e hap këtë derë dhe nga nalt zbret një dritë e bukur që të mbështjell dhe të ngre ngadalë lart jashtë dhomës ku gjendesh jashtë tokës, përmes rave yjeve, ti fluturon lirshëm, qetë, e sigurt. Dhe tani, energjia e bollëkut, e pasurisë po të mbështjell, ndjeje energjinë e pasurisë brenda vetes. Dhe ndjeje energjinë tënde duke u ngritur lart e më lart. Tani, thuaj vetes, unë pranoj gjithë bollëkun që universi ka për mua. Ndjeje këtë ndjenje të pasurisë që të rrethon. Paraja vjen te unë në mënyra të bekuara, të papritura dhe të lehta. Unë jam magnet për pasuri. Unë jam vetë pasuri. Kjo energji e pasurisë hyn brenda në trupin tënd, në energjinë tënde, në mendjen tënde, në çdo qelizë, çdo mendim bëhet dritë. Çdo frikë zhduket tani. Tani ti fillon me zbrit poshtë ngadalë. Kjo energji e pasurisë po të mbështjell prap
dhe po të rikthen në tokë, në trupin tënd, në dhomën ku ti gjindesh tani. Dhe tani merr frymë thellë, liroje frymën dhe ndjeje bollëkun brenda vetës, fuqinë, qetësinë. Dhe kur të jesh gati, hapi sytë. Mirë se erdhe në realitetin tënd të ri. Tash do të jetë më e lehtë për të manifestuar para, pasuri dhe gjithçka që ti dëshiron në jetë. Faleminderit që ishe me mua sot. Të uroj shumë suksese dhe shihemi në videon tjetër. Tong tong.